çka po ndodh Arieta, jeni lodh me krejt këtë zhvillim që si duket po na kthen veç mbrapa? A jemi lodh? Nuk jemi lodh, por a është e qartë se ka një palë cila është bllokuese në kuvendin e Kosovës, qysh prej fillimit të kësaj legislature, besoj që është e qartë. Ju po e përmendni 26 herë, por është shumë e rëndësishme të shihet se brenda këtyre 26 herëve çka ka ndodhur në fakt në kuvendin e Republikës Kosovës. Unë e kisha filluar që në grumbullimin që e kemi pas në fakt në takimin që e kemi pas si kuvend të parin për mas certifikimit të zgjedhjeve, seancën e parë të ftuar nga kryesuesi, ku është procedurë standarde e Kuvendit të Republikës së Kosovës që do të votoshin mandatet e deputetëve. Ju e dini që opozita refuzoi që t'i votoj mandatet. Domethënë, kishte një refuzim të tyre për t'i votu mandatet e deputetëve. Mandatet tona certifikohen nga KQZ-ja dhe kjo është një procedurë standarde e cila pastaj zhvillohet në Kuvendin e Republikës Kosovës. E pa precedent ishte ajo sjellje e opozitës, por ata nuk i votonin mandatet. Kishin arsye? Arsyet e tyre, unë mendoj që ishin banale, për çka besoj që ata e kuptuan edhe mandej u tërhoqën sepse i votuan mandatet. Nuk ndroi asgjë. Nuk ndroi asgjë në fakt, ata thjesht u rikthyn në kuvend dhe i votuan mandatet sepse unë mendoj që e kuptuan që ajo ishte një çështje bllokuese, edhe që nuk i sjellte asnjë dobi askujt, dhe në fakt ishte tërësisht jo logjike. Pas kësaj, ne e bëm ashtu siç është edhe rregulloria e kuvendit, edhe udhëzimi kushtetues, propozimin për kryetaren e kuvendit. E propozuam Albulina Haxhiun edhe e hodhëm në votim. Sepse është krejt e qartë që partisë fituese i takon propozimi për emrin e kryetarit të kuvendit. Kur e hodhëm në votim, ishin 57 deputetë të cilët votuan për Albulina Haxhiun, kurse të tjerët nuk morën pjesë në votim, votonin kundër, në fakt nuk morën pjesë në votim në fillim, gjë e cila përsëri binte ndesh me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, i cili thoshte që në konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës duhet të marrin pjesë të gjithë deputetët në votim, vota mund të jetë për, kundër ose abstenim, por duhet të marrin pjesë në votim. Pasi ne provuam disa herë me votimin e hapur, ne edhe nga ajo që e përmendet ju, pra fakti që kishim informacione se disa deputet janë të gatshëm që të votojnë në formë të fshehur për kandidatën tonë, edhe në përputhje me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, por edhe me rregullorën e kuvendit, e cila është shumë e qartë kur thotë që këto janë format e votimit në Kuvendin e Kosovës, propozuam themelimin e komisionit i cili do ta monitoronte procesin e votimit të fshehtë. Në këtë komision, tash për të 18 herë me radhë, nuk propozojnë emra PDK-ja, LDK-ja, AK-ja dhe NISMA. Unë kam pasur një qendrim publik për këtë çështje, pra kam thënë se këtu po shkelet me të dy këmbë aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, sepse ata po refuzojnë të votojnë dhe të bëjnë pjesë e procesit i cili në fakt është i rregulluar me rregullorën e kuvendit, edhe do ta mundson të zhbllokimin e situatës. Sonja Feza, ju po thoni që këta po e shkelin kushtetuesen, po këta kryesisht po dalin me argumentin që ne nuk po dojmë me shkel kushtetuesen që rrugës me ndryshu forma e votimit. Tash qysh mi abo kësa, jeni ndonë në dy tabore në fakt, dhe dy taboret po pretendoni që asnjëna nuk jeni të gatshëm me shkel kushtetuesen. Edhe për këtë çështje, domethënë, ne kemi provuar me sqaru disa herë edhe në deklarimet tona, po edhe në komunikim me partitë opozitare, që procesi i votimit nuk është ndërprerë në gjysmë. Ne kemi votu për propozimin tonë, i kemi pas 57 vota, nuk kanë qenë të mjaftueshme dhe është mbyll. Ju e dini që sa herë që ka fillu një proces i votimit, ka fillu prej fillimit, jo është dhënë fjala lëvizjes dhe vendosje, është bërë propozimi, po të ishte procesi në gjysmë. Nuk do të kishte nevojë që të bëjë çdo herë propozimi prej fillimit. Pra mbyllet një proces i votimit, hym në një proces të votimit tjetër. Pra nuk është procesi në gjysmë. Edhe për këtë tashmë kemi edhe një pretendim nga AK-ja, cila i është drejtu gjykatës kushtetuese, edhe lidhur me këtë kemi pas një konsultim, kryesuesi i seancës, Avni Dehari, ka provu që të konsultohet me përfaqësuesit e partive politike, duke kërkuar nga ata që derisa ta kemi një përgjigje nga gjykata kushtetuese, ashtu siç e thotë edhe rregulloria e kuvendit, që takimet tona të jenë një herë në javë, sepse është e qartë që tashmë ne jemi në pole të ndryshme edhe sa i përket kësaj çështje, dhe derisa ta kemi një interpretim prej gjykatës kushtetuese të jemi në këtë situatë, të veprojmë ashtu, pra të mblidhemi një herë në javë, por çajo çësja që e përmenda në fillim bllokuese,
ka vazhdu për absolutisht se cilin propozim që e kemi pasna. Edhe mos harrojmë që për gjatë këtyre 48 orëshve të pambarimt, na kemi pas një sër përpjekjesh për me dalë për kësaj situate. Fillimisht, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje i ka ftu në takim përfaqësuesit e partive politike, edhe na kemi tentu që të bëjmë një marrëveshje e cila ishte marrëveshje për procedurën për kuvendin. Pra, ne kemi dhënë një propozim konkret që ishte që kryesia e kuvendit të votojë në pakë. Në atë takim, ju e dini, nuk ka marrë pjesë kryetari i LDK-s, ka marrë pjesë kryetari i PDK-s, edhe kur ka ardhur kryetari i PDK-s, ka ardhur me një propozim, propozimi ka qenë ndrojeni emrin e kandidatit që një të e propozu për kryetar të kuvendit. Do më thonë, në asnjë situatë, në asnjë moment deri tani, nuk është që kemi pas një momentum ku kemi pas gatishmëri edhe prej palëve tjera që të ulemi edhe të dalim seriozisht prej situatës. Mirë, po, ju thatë që realisht është po vrejnë që keni shumë kundërshtime brenda kuvendit dhe nuk keni asnjë marrëveshje politike. Në anën tjetër, keni dalë me deklarata që ju dini deputet të cilët do t'ishin të gatshëm të votonin. Atëherë, çka po i ndalë këta deputet dhe kush po i friksohet votës së fshet në këtë pjesë? Unë që po ndjen të kërcënum nga liderët e partive politike ose nga vetë partia parlamentare që është brenda në kuvenda, po është çështja shumë serioze në këtë pjesë që një deputet nuk është i lirë që ta japë votën e tij sipas parimeve që ai mendon që do duhet të ishin. Sigurisht që është shqetësuese, absolutisht. Ka një sër procese shumë të rëndësishme në Republikën e Kosovës, të cilat realizohen nëpërmjet votimit të fshehtë. Një ndër to është edhe zgjedhja e presidentës. Edhe absolutisht është një proces që unë besoj që nuk në asnjë mënyrë në fakt nuk e penalizon vullnetin e deputetit që të manifestohet ashtu siç ai don nëpërmjet votimit të fshehtë. Problemi i vërtet këtu është me partitë politike të cilat e dinë se nëse shkojmë në procesin e votimit të fshehtë, deputetët janë në gjendje që të votojnë, janë të gatshëm që të votojnë, sepse na kanë thënë edhe neve, edhe të zhbllokohet situata dhe të vazhdohet tutje me procesin. Unë konsideroj që rregulloria e kuvendit e parasheh, aktgjykimi i gjykatës kushtetuese e thekson, është krejt e panatyrshme që të refuzohet kjo formë e votimit edhe t'ju bëhet trysni deputetëve e të ndikohet në vullnetin e tyre, sepse qartazi, pra këto parti kanë problem edhe kanë frikën sepse e kanë informacionin që nëse shkojmë me votimin e fshehtë, Albulina Haxhiu zgjidhet kryetare e kuvendit. Pse është kaq pengesë Albulina Haxhiu për krye parlamentare? Na e dim qëndrimet zyrtare të partive parlamentare, por qëndrimi juaj si parti, pse mendoni realisht që Albulina Haxhiu i pengon partive tjera parlamentare që zonja të jetë krye parlamentare? Tash na e kemi thënë edhe në disa raste të tjera, por unë mendoj që fillimisht mënyra se qysh është interpretu, qysh është gjyku edhe qysh është komentu kandidatura e Albulina Haxhiut është e papranueshme, është e patolerueshme në shumë nivele, të fillu prej një gjuhe skandaloze, mizogjene e seksiste, prej atributeve që kanë tentu mi unë vesh asaj si një grua e cila është në politikë në një periudhë tepër të gjatë, e cila ka ushtru funksione shumë të rëndësishme në kuadër të institucioneve të Republikës së Kosovës, është gruaja më e votuar në Republikën e Kosovës, pra qytetarët e kanë dhënë qëndrimin e tyre saj përket punës edhe angazhimit të Albulina Haxhiut, edhe mendoj që një farë tentimi që po tentojnë me bu që opozita po tenton që ta bëjnë në kuvendin e Kosovës me deformu vullnetin e qytetarëve, në fakt është tentim që me e minimalizu demokracinë. Mirë, veç pak, ju po thoni vullnetin e qytetarëve. Po. Konsideroni që vullneti i qytetarëve ka qenë që Albulina Haxhiu të jetë kryeparlamentare? Ajo që është e sigurt, është që qytetarët e kanë votuar Albulina Haxhiun si gruan më të votuar në Republikën e Kosovës. Dhe ne kur kemi kandidu për deputet. Edhe një mbështetje e tillë çfarë ka marrë Albulina Haxhiu është absolutisht legitimitet për kryeparlamentare.